Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoja si juriste në një kompani, por nuk e dija çfarë më priste. Që kur isha e vogël, gjithmonë e kisha ndëruar të bëhesha juriste. Më dukej profesioni ndershëm, i pastër, ku drejtësia ishte mbi gjithçka. Kur mbarova universitetin, më morën në një kompani të njohur dhe mendova se më në fund jeta po më buzëqeshte. Zyra ishte e bukur, kolegët të qeshur, shefi i departamentit më priti me një buzëqeshje të gjerë. E ndjeva veten të vlerësuar, por kjo zjati shumë pak. 2 javë pasi fillova punë, më dha në dorë shefi një dosje të trashë dokumentesh dhe më tha: "Shikoj këto kontrata vetëm sa për procedurë, janë gati për firmosje." Ula t'i lexoja, por sa më shumë hapja faqet, aq më shumë dyshoja. Në dokumentacion mungonin disa klauzola shumë të rëndësishme dhe disa shifra nuk përputheshin. Dukej sikur dikush kishte hequr qëllimisht pjesë të caktuara. Kur ja thash shefit, ai buzëqeshi dhe më preu. "Kështu është, mos ta komplikojmë më shumë, thjesht kaloi." Fjalët "mos ta komplikojmë më shumë" më tingëlluan si alarmi i parë, por heshta. Isha e re, sapo ardhur dhe nuk doja të dallohesha si problematike. Me kalimin e kohës fillova të vërej gjëra që nuk përputheshin me atë që besoja. Klientë që nënshkruanin kontrata pa lexuar fare sepse ne u servirnim si urgjente, dokumente që duhet ishin zyrtare por ishin shkruar me nxitim një ditë para dorëzimit, emaile që më kërkonin të zbusja gjuhën juridike si diçka të pafajshme. Sa herë pyesja pse bëheshin kështu, më thuhej: "Kjo është mënyra si ecën tregu, duhet të mësohesh." Por nuk ishte treg, ishte një lojë pis që unë nuk isha gati ta luaja. Një mëngjes, ndërsa vazhdoja pija kafen, më thëroi drejtori i kompanisë. Në tavolinë kishte një kontratë të re dhe më tha të vendosja firmën time si juriste përgjegjëse. E hapa. Në kontratë shkruaj që kompania jonë merrte përsipër një shërbim që nuk e ofronte kurrë në realitet. Për herë të parë vendosa të jem e sinqertë. Kjo është në kundërshtim me ligjin, po e firmosa rrezikoj licencën time dhe më shumë se kaq rrezikoj edhe veten time. Ai u shtym mbrapa nga rige, ngriti vetullën dhe më tha me zë të ulët: "Këtë firmë e kanë vendosur të gjithë para teje. Pse mendon se duhet jesh ndryshe?" Mu drodhën duart. Aty e kuptova se firma ime nuk kërkoi për kompetencë, por për përgjegjësi. Nëse gjërat shkonin keq, do të më binte mbi mua. Kur refuzova sërish, më thanë se ndoshta nuk isha e duhur për atë pozicion. Brenda 2 ditësh filluan të më izolonin. Nuk më përfshinin në mbledhje, kolegët më flisnin shkurt, më jepnin punë pa kuptim vetëm për të më lodhur. Kuptova se po më shtynin drejt largimit. Por nuk ika. Në vend të kësaj mblodha çdo dokument të dyshimt, çdo email, çdo kërkesë absurde që më kishin bërë. Kur më thirrën në zyrë për të më ofruar mundësinë që të largohem me dëshirë, unë shkova me dosjen time. "Unë nuk kam pranuar të firmos asgjë të jashtëligjshme," u thash qetësisht. "Jam e gatshme të shpjegoj çdo gjë që kam parë." Ata nuk e prisnin. Paniku në fytyrat e tyre më dha një ndjesi çlirimi të çuditshme. Më lanë të largohesha pas një problem, pa kërcënim dhe pa presion. Mjaftoi fakti që nuk isha më naive dhe që nuk mund të më përdornin. Sot jam ende juriste, por në një kompani tjetër. Një kompani ku nuk ndjej frikë të firmos, ku ka respekt dhe ku e di se e drejta vlen. Ajo eksperiencë më mësoi diçka që nuk e mësoja në asnjë auditor. Ligji nuk është vetëm me letra, është në sjelljen tënde, në kufit që ti vendos, në jon që ti thua dhe ke guxim ta thuash. Dhe unë atë ditë thash jo. Jo për ta humbur punën, por për të mos humbur veten.